إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد falënderimet dhe lavdrimet I takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe salamat I dërgoi Muhammedit alayhi salatu wassalam. Paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, jemi edhe më tej tek cikli I hutbeve si të sillemi me Allahun Azza wa Jall. Në kanë mbet edhe disa gjëra të rëndësishme për ta përfunduar këtë cikël bukur të gjatë, por cikël I nevojshëm për jetën tonë, raport me atë që na jep mira mëngjes dhe mbrëmje, raport me atë që të mirat e tij nuk qiten kalem, se s'ka numër që I përthekon, raport me atë që kujdeset për neve, për shëndetin tonë, për imanin ton, për mirëqenjen ton, familjen dhe shoqërinë ton, ajo që ne ka krijuar Allahu Azza wa Jall, I patëmeta, një dhe I pashoq, subhanahu wa ta'ala. Para se me tregu se çka do flasmi në këtë hutbe, sigurisht se së paku 2 herë brenda vitit, jashta Fitr dhe Kurban Bajramit, xhamia jon e ka privilegjin ta marrë këtë pamje. Qyteti jonë ka privilegjin ta marrë pamjen, e cila pamje na jep shpresa, e cila pamje na freskon këto zemra të mërzitura, e kjo pamje jeni ju të cilët ja keni hapur derën babës, nanës, familjarëve, fshatit, qytetit, apo thënë më shkurt, ja keni hapur derën atij vendi që e keni lënë prapa shpine. E lu Zotin e Madh të nderuar vëllezër të diasporës, që çdo hap që e keni marrë, çdo pritje në kufi që e keni bë, çdo naftë që litër keni harxhu për të ardhur në këtë vend, Allahu t'ua bëj sevap edhe t'ua shly gjunat e juaja. Allahu Azza wa Jall, të gjithë jemi të vetëdijshëm që na jep dhurata të një pas njëshme. Dhe normalisht s'kena mundësi mi qit numër se janë të shumta. E tash neve na mbetet që me I potencu edhe me ia kujtu veteve tona se cilët janë dhuratat kryesore që me tona ka nderu Allahu Azza wa Jall. E dhurata kryesore pas imanit, besimit, është dhurata martesore. Martesa është një nga obligimet fetare, I cili obligim të kaluarën nuk është diskutu, a moralizu 18 vjet, a 17 vjet, dikush më herët, dikush më vonë, ndërsa përkundër zhvillimit financiar, përkundër zhvillimit shtëpiak, shoqëror, gjejmë plot prej të rinjeve tonë të cilët hezitojnë me thyket akull, hezitojnë me trokit derën e martesës. Pas imanit besimit, mos harroni, nuk ka mburoj më të mirë për burrin, edhe për gruan, po flas për fenë e tyre, se sa martesa. Për atë arsye, martesa është njëra nga dhuratat më të çmuara, me të cilën dhurat Allahu Azza wa Jall na nderoj njeve si njerëz, që në kuadër të martesës shtohet numri I popullit, kuadër të martesës me këtë shtin numrit krenohet pejgamberi para popullive tjerë të gjykimit, në kuadër të martesës të rinj dhe treja tona e ruajnë moralin dhe besimin e tyre. Me plot drejt ka thonë alayhi salatu wasalam, martesa është gjysma e imanit, andaj martohuni, nga sa ai I cili largohet nga martesa është larguar nga rruga jeme. Të nderuar xhamat, si të sillemi me Allahun Azza wa Jall, kur Zoti na mundson me shiju martesën, kur Allahu na mundson me pas një gruaja të hajrit, një gruaja të devotshme, një gruaja e cila na ndihmon me kalu këtë dunjë më lehtë, një gruaja e cila na afron te Zoti, na përkujton Allahun dhe bëhet sebeb na me uruj për I haramit. Këtë dunjë ka plot mira. Prej të mirave, ka thonë alayhi salatu wasalam, ka thonë është gruaja e devotshme. Thotë dërguar Allahut në hadithin e Imam Muslimit, e dunja mata,
wa khayru mata'iha al-mar'atu salihatu. Dunjaja është kënaqësi. Dunjaja është e bukur. Kënaqësia dhe bukuria e kësaj dunjaje është gruaja e ndershme, është gruaja e moralshme. Të kalumën, çdo kund që ki trokit derën, ki pas shka me lyp. Çdo kund që ki trokit derën, ki pas shka me dhon. Sot u bo zor me atrokit dikuj derën. Sot u bo zor me lyp dyken, nga se mungon morali, mungon feja, krejt i kanë tjerët, bukuria po, domosdoshmë mirë po, pare po, krejt. Mirë po ka hub koncepti, ka hub parimi i moralit, ka hub parimi i fesë, dhe pak gjen djalë që lyp gru, devotshme, moralshme, pak gjen vajzë e cila thot, nuk ja pranoj burrin përkundër që ka pasuni dhe pushtet, nëse ai nuk ka moral. Për arsye, kënaqësia e syrit, kënaqësia e zemrës, sa pejgamberi selam, al-mar'atu salihatu, gruaja e devotshme, ka mundësi krye familjari, i ka ngush punët nga aspekti dunjas, nga aspekti financiar, po e din që kur shkojën punë, e ka shpinë rahatshme, e ka moralin e ruajtur, dhe nuk e çon kokën fare për gruan e vet. Mirë po tjetri ka miliona, do të me përcjell Instagramin, do të me përcjell Facebookin, e duhet me ndu ato, e duhet me ndu këto. S'ka atë lëk. Çka po të vinë kjo pasuni, kur nuk e kira atë lëkun në shtëpinë dhe familjen tonde. Mirë, inshallah Allahu kejve në ka begatu me këtë begati, e beqarve, inshallah Zoti jep sabër, dhe ja mundson shpejti me largu këtë beqari, edhe me shiu begatine e martesës. Këto pa thom nga zemra, andaj kur kush mos thoje, a ka hoxh ma qiti muhe, apo ka fjallin për muhe. Une ua du të mirën, se une ku vete ju më kom beqar, edhe ku më dit se sa zorë është beqaria. Para mendoni, 2013 në xhamat ju martu. Tash jemi 2026 po him, brenda 13 viteve, kanë ndryshu gjërat, ju më kthy krejt prapë Allahin e rujt. Atëherë u kon zorë me qenë beqar. Tash, që zëm ka bo Zoti ibtila me qenë beqar Allahin e rujt. E para që duhet me pas parasysh është me falendru Allahun për këtë begati. Është njerëzillëk spaku. Është edhe prej fetarisë që Allahu kur ta japë një të mirë me thonë elhamdulillah. Ka thonë pejgamberi selam, i lumi Allah ka qef kur ja mundson muslimanit me pini sok të mirë, me thonë elhamdulillah. Kur Allahu ja mundson me i vesh një papatika shtrejta, elhamdulillah. Kur Allahu ja mundson një papantolla shtrejta, elhamdulillah. Me bleni kert mirë, elhamdulillah. Me hongur buk, elhamdulillah. Me hin xhami, elhamdulillah. Krejt jeta jote më kon me elhamdulillah. Pse? Nga sa Allahu ka thonë, la in shakartum la azidannakum. Nëse ju më falenderoni, ku më jashtu të mirët, e prej kuptimit ku më jashtu të mirët, Allahu ka me dhonë bereqet. Për shembull, që një vjeti ki bu martesë. Halo mirë se njeh grujën ti, asa jo tyje. Ti që s'ja njoh një tjetër, se është frikosht. Mirë po, kur thua elhamdulillah, kur gjuz du piksa i gruje, bollë që më ka arë faqe bardh, më ka arë me nderë shpiteme, marun moralin, kur gjuz pëtu pisaj. Veç kjo fjallë, elhamdulillah, Allahu ka mja largu një të meta se gruje. Qfar të mete? Pashma dhe ka pas problem u që herët. Allahu ka mja regullu gjumin. Kush u bo sebeb? Burri falenderues, ose gruja falenderuese. Nëse qumi pesh, në ka mësua Allahu halavën të shpia, i zgurgullojmë sytë sabah kësham jashtë, po qohet pesh gruja, valla s'ka bereqet në shpi. Ku me di çfarë gruja me qenë, burri haramgji s'ka bereqet. Para mënoni i Bunomeri thot, sa harës që kum gabu në sokak, e ku marrë veshte devja jeme, kali jeme, Allah ju ndërov, edhe ku marrë veshte gruja jeme, pse? Thot, ata ju në rebelun dhe i meje. Andaj gruja është të ka këthi fjallën, që u sertu me ty, mos e fajso më nere grujen, ndalu me ndo, pin tjetë sabale e ki dalë pi shpijes, a ki shkeldi një dras kalb dikund, a ki këshyr dikund su dash me këshyr, a ki ngu diçka su dash me ngu, a ki fol diçka, ta ka ku vla me fol, çka po të gruat me fol, valla kejti ku mbu, pa ko të da po gruja du të me qitë pi shpijes tyje, jo me të shyrë mëllë, ez me këdo i dil jashtë, cjeti i buri shpijes, reja që ku jetu kone dhe tash. Andaj mos e bini punën që me hu bereqetin, po thuj elhamdulillah, ka dhe ma keq o Zot, mu më kinderu elhamdulillah. E dyta, me ndimu një i tjetin me takva dhe devotshmëri. Ka thonë pejgamberi, oj Ajshe, nëse don me ditë Allah aja do hajrin një familjes, një damazlëkit, këshyre a ka fut respektin edhe urtësin edhe butësin mjesën e kësaj familje. Qysh butësin?
Gruaja trajton me butësi burrin. Burri e trajton me butësi gruan, po është e pamundur mos me gabu. Është e pamundur mos me shiku diçka. Mirë po, burrë kom, inshallah Zoti ja fal. Grua kom, përmirësohet inshallah. Jemi në gjendje keve me apo halal. Jemi në gjendje me kejt me po politik. Jemi në gjendje me u zgërdhi sabah akşam me kejt. Ani pse dy ftyrsha. Si jemi në gjendje një politik të vogël me bun familjen tonë, gruan tonë, familja shejto shoqë xhamat. Po dalbe me filan me pini kafe se kam interes për atine, e ki interesin e dunjas. Ama interesin e xhenetit e ki te familja jote, fare fisi jote. Ka nërë shpijet kafja me ato, mos përmendi. Po duhet mu ullë ka nërë, edhe edhe mu kon kafja. Se që është ma me vlerë për ty familjare, so a i që shkatundit e që. Unë e shpesher e porosis, gjemëtëri diasporës. A kun hosh dërojnë një kafe, ka hosh 2 javë kam pushim. Ku me vizitu Axhën, Tezën, Dajën, Hallën, e di që Dajën dëshës doqë bashmirë. A i qetri për folë kesh për tyje. Po a që e ki gjenetin, jo ta ka hoqë. Sa problem, ka vakte për me mu e pi kafe. Ama shkote baba, nona, Axha, qetri, ta që e ki gjenetin. Po për folin, kej për folin me pëtjava. A unë, aj, ti, aj. Ka lama që bu. A ka dukush që të për folë së ta? Mani bre. E njohmi vetën tonë. Për atë arsye, ndimoj e grujen, e shef grujen të folë, aja kish bler një unas kjo, ma be gru se tanat mirë e ka në zotë, elhamdulillah. Gruja mesh me ndim burit të thonë, kish folë be aji filani, familjes ki. O burë, bon sabër se, kej dalin selamet. Ka thonë pejgamberi selam, e lumja aja burë, aji burë dhe aja gru. Allah e mëshiroft atë gru, e cila ka derdë besimin e burit vetë. Qohet natën edhe stërpik me gishtat, pak me gishtat me ujë. Ku me shku? Qu falmi bashkë. Qohet burri, qo i gru të falmi bashkë, se kena bërë shumë gjinohe. Na falë e Zoti, me ndimu një i tjetin me takva dhe vëshmëni. O burre zoni po thira, i falë, o i grua ki falë namazin, që valajen të ndu do supa, e s'mërë le supën falët e në napim supën. Vjena i qetri, pijamijës, vesh kërhatët pak, ku është buka? Nona është të falë e bab, asa i ka met namazi, bukën me ma qitë për para. La ilaha illallah. Ndimoj një i tjetrin, përmisoj e gabimin grujës, përmisoj e gabimin burrit. Pasha Zotin, a dini sa gru e hajrit e ka pështu burrin e vetë. Po kjo është kryetar shteti, po kjo është hoxh, po kjo është kryetar komune. Vallai kanë e gratë na shpëtojnë, se pasha Zotin dukush na bie çto shpirtin edhe na shtim me qit vetëm ku zot me qit. Ama gruaja e mëshme, ta jep mi këshill thot ndalo. Kanë nuk vin diploma, kanë nuk vin fakulteti, as pushteti, as pasunia. Kanë të vin një grua e hajrit të shtëpia. Anaj nëse e ke gruan e hajrit, çoj dur dhe thuj elhamdulillah. E treta të ndërua xhamat është me trajtu gruajin me mirësi dhe me drejtësi. Na jemi në gjendje krejt njerëzit, kejve njerëzit më jabu qefin. Havera, je gati ta pim një kafe, po ma më njëherë. Apo shkojmë me ble ato, apo shkojmë tajmë ka një torte, tani ka një drek, kejt në regull është. Gruaja thot o burr, që një mujë s'ki dalë me mua, hajtë dalë me pak shëtit min katon. E alhamdulillah kena drita, ka vend ku me kalu, a se unë e bëjon borë, se unë e me gru për dore. A dhe mbush këm të apim ka një kafe. Jo, s'kom vakt. Qysh mëra për kej dunjon ki vakt, për grujës ki vakta? Tretoj e grujën, bënu i drejt. Jepja hakin asoj, jepja kun asoj. 5 minuta, një kikirik me ongër me grujën, një kafe me pi Allah i underoft, është ma se vapë se 100 kafe me pi me shokën e klasës. Du të me ditë parimin, du të me ditë kush e meriton kafën tonë dhe ma shumë. Jo, mos me dalë me shokë, mos më kesh kuptoni. Ama du të me ditë me kun me dalë, edhe kun e me i dhonë për parësi. Pejgamberi selam ka thonën, më i miri prej juve është ai cili është më i mirë me familjen e vet. A unë thot jo më i miri me gratë e mia. I ka lyp Aisha pejgamberit me bugara, cili peshkun ka dal ka nga me gruan e vet. I ka lyp me ndihmu punë të shtëpisë, i ka ndihmu, nuk është prishje e burrnis, me abu shefin grus, ama me abu aty ku duhet shefin, jo aty ku duhet. E para fundit është apo e fundit doja dhe lutja. Të nderuar xhamat, mas falënderimit, mos harroni kur, panciri kryesor, edhe arma ma fort mi t'i rujt i lumjallat mire që t'i ka dhonë, është doja dhe lutja. Me bo doja dhe lutje, edhe me thonë, o Allah, ma ruaj devotshmërinë e grus teme, se ka ne bje gruaja e devotshëm e rumë burin haramgji. O Allah, ruma burin mos shkele drazat kalta, të rogë doja e grujës. Për të arsye Allahu kur i ka përshu njerëzit e devotshëm që ka thonë, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. O Allah,
heb lana min azwajina, na jep nga gratë tona, edhe nga pasardhësit tonë, fëmijët tonë, na jep kënaqësi të synit, na jep kënaqësi të zemrës. Waj'alna lil muttaqina imama, ndërsa neve që jemi krye familjar, neve që jemi burra, o Allah na bën shembull për të mirë. Nga se gruaja ka shembullin te burri, fëmia ka shembullin te baba tek krye familjari. Andaj ti e ke timonin dorë, kujdese ka po i çon familjen, apo i çon të djathtë në sukses, apo po i çon të majt në humbje. Elu Zotin e madh që Allahu Azza wa Jalla të na ruaj familjet tona. Elu Zotin e madh që të na jap mirë kuptim dhe dashuri dhe harmoni familjare. Elu Zotin e madh që t'i largoj keq kuptimet të cilat ndodhin si pasojë të cytjeve të shejtanit, edhe disa njerëzve të dobët të cilët i bajnë llafat sabah akşam. Elu Zotin e madh që t'i bekoj familjet tona dhe ta mësoj që me ta të jemi në xhenetin e tij. Amin, amin, amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.